Amerikën kryesisht e du për 3 arsye. E para, na ka pësu për Serbisë. E dyta, na runë për Serbisë. Edhe e treta, qysh drejtë një nxendje që dhe aksionet më të komplikume, si kur djenë Venezuelë, me u bo me u dukë si prodhimi Hollywood. Veç pak muzik, video, edhe lirisht lëshojnë për kinema. A ki po që shëtë doke generali. Prej mujtë gushti, deti agjensit amerikane nuk e kanë trajtu Madurën si president një shteti, po e kanë trajtu si objekt dhe objektiv. Një aparati tonë është kujdes që Madurës me janë një hopat, zakonet, oraret, qka hanë, qka vesh, ku flenë edhe nësa flenë, ku shkën edhe pse shkën. Si pas deklarimeve publike generalit Dan Kane e kanë ditë edhe qëfar kafë shmon të shpia. Përgatitja aksionit edhe realizimi i ti tingëllon pak si roman i spionazhit. Amo, kur i lexon shkrimet e medjave kredibile botnore, e kupton se arrestimi i Madurës nuk është kon impuls i një presidenti kaotik qysh shpesh portretohet Donald Trumpi. Arrestimi i Madurës është kon projekt i mendum për i krejt mekanizmave të shtetit, pej shpizbardh e deri te FBI atje. Kjo video jamja është ndërtu në bazë shkrimeve të New York Times, BBC, Guardian edhe Axios, ka të bëj me aksionin në mënyrën që është zhvillu djenë Venezuelë. Aksioni për kapjen e Madurës është koni përgatitun në 3 fronte: inteligjencë në teren, teknologji najr edhe presion politik në Washington. Në gusht, masi që aksionin e ka aprovu Trumpi, një ekip i vogël i CIA është fut në Venezuelë pa mbulesë diplomatike, sepse ambasada amerikane është kon tashme e mbyllur në këtë shtet latin. Qëllimi i veprimeve të CIA në teren është kon që me thonë me jamësu pattern of life, rutinën e Nicolas Madurës. Në ndërkohë, një zyrtar i lartë i Venezuelës, njëri afërt i Madurës, po dyshohet që është rekrutuar nga CIA. Amerika i ka pas premtuar $50 milion për këndë që jep informata për me kap Madurën. Me gjas, dikush o të ndu për i kësaj shume. Kur i kanë marrë informatat e shtëpisë Madurës, komplet planin, forcat speciale amerikane e kanë ndërtu një shtëpi krejtësisht njëjtë në Kentucky, ku i kanë bo ushtrimet forcat speciale. More dyrt, koridoret, dhomat, dhoma qelikt, safe roomi, stervitjan sekunda. Bile e kanë testu edhe hapjen e një dhome që ka pas derën e qeliku, që e safe room, dhoma sigurt, e cila dhom është kone në gjitne me dhomen ku flen Maduro, në rast se dikush futet dhe i aty. Trump tha edhe nëse kish hyq aty, edhe kish mshel derën, kur gjas kish më rinj, pra o munu me hi e ka dështu, se në ushtrime, forcat speciale Delta, qatë derën e qelikut pas kanë arrit me qel për 47 sekunda. Pra kish vanu aksionin për 47 sekunda. Prap, shumë njerëz menojnë që ky aksion është kon vesh një teke e Trumpit. Mirë po. Prej gushtit, aty janë përfshi fuqishëm. Marco Rubio, sekretari i shtetit me përjardhje latine. Stephen Miller, truri ideologjik i Donald Trumpit, njeriu kryesor i Trumpit. Pete Hegseth, Departamenti i Luftës, edhe John Ratcliffe, CIA. Deri vonë, Trump dhe ekipi i tij kanë punuar në 2 fronte. Plani A, Maduro me u largu vullnetarisht për një shtet tjetër, më shku me lypa Zeldikon. Trump ka fol disa herë me Madurën, madje edhe javën e kalume, ku i ka kërku atij me u dorëzu. Trump i ka kërku Madurës që ai me u arratis në Turqi, ky fol me Erdoganin edhe se ngus kërkush, ama Maduro nuk ka pranu. Kur negociatat kanë marrë fund, në tavolinë ka met veç plani për cilin forcat amerikane jënë stërvit në ndërkohë prej mujt gusht. Manej, erdhë edhe nota kritike që e të rënditi një planet me mënyrën e realizimit. Urdhri final, si mas kronologjisë, ka ardhur premte në 10:46 darkës me orë New Yorkut, me një frazë thjesht për Trumpit: "Good luck and Godspeed." Ky është momenti kur ka filluar operacioni, i cili i ka ngrit në qiell 150 mjete ajrore për 20 bazave të ndryshme në tokë dhe ndeti. Helikopter me extraction force, forca nxjerrëse, me trupa speciale, me agent të FBI, që i kanë fluturu
mbi Karaibe 30 metra mbi deti, që kaq poshtë kanë shku. Ndërsa këta helikoptera ju mbrojt për isnolti për dronave edhe për avionave luftarake bombardus, krejt modelet e EFA vishin paskon. Skenario është konë paka shumë sukur një Iran para disa mujve, sigurisht me specifika tjera. Amo ideja është konë mja shkatru Venezuelës mbrojtjen ajrore, për para se helikopterat me prek me dal mi tuk, sepse janë të lëndushëm helikopterat në mbrojtjes ajrore. Një tjetër element befasues i aksionit është konë errësira. Me një sulm kibernetik, Amerika ka arrit me jaunal rrymen komplet Karakasit, se dia i keni pa ato videot e fundit, edhe do që i pa tash ku është kejt terë, veç zjarri i sulmeve. Në momentin kur helikoptert po hynin në zonën e goditjes, ata me gjitha to kanë fillu me u të shëllu për forcave të Venezuelës. Generali Kane thëtë se një helikopter u godit, ama me gjitha to mbeti i fluturushëm, pra ka arrit me rujt stabilitetin. Me orë lokalit lindjes Amerikës, Eastern Time, le të themit New Yorkut, trupat amerikane jënë fut në tokën e Venezuelës në ora 1:01 mëngjesit. Kjo është momenti kur operacioni nuk është konë plan eksitus në letër, për moment kur 10 forca amerikane e kanë pas kryt, që shtot kjo ju në ngërshan. Në gjdo dështim, nuk është konë që i shkon kryt veç ushtarit, po i shkon edhe Trumpit. Posaçërisht, të e di që ai ka vendosur që aksionin me majt sekret për kongresit, sepse u tut që rrjedhin informatat. Manej, për krejt ju që ndoshta e keni pa dokumentarin ku forcat speciale amerikane shkojnë me nxon Bin Ladenin në Pakistan, muni me dit qysh dhe aksionet mas mirë të organizume din me dështu ku realitetit përplasët për ftyre, sa do që ti përgaditesh në teori. Qysh ka thonë Mike Tyson, krejt ushtrimet e taktikat e boksit marrin fund, kur te hanë goditin e parë në mjekër. Trupat që jënë fut me nxjerr Madurën në kohë reale, jënë konë të shërby me inteligencë, me informatat e inteligjencës, prej ajrit edhe për detit. Për me bo operacionin edhe pak ma shumë tensionum, se pak kanë pas presion ato forca speciale që jënë konë aty, ata kanë di që operacioni është konë të ju këqyrë live prej Donald Trumpit edhe zyrtarëve tjerë të nalt. Dhe çfarë presioni psiqik është ai? Trump tha se krejt në gjarja ati ju ka dok si film. A i kalzej ke qysh Maduro e gruja ati Flores kanë provu me u fut në dhomën e blindume, ama forca speciale i kapen ata para si me mshel derën. Në këtë moment, presidenti objekti përfundon pronga. Tash fillon pjesa më rrezikshme, qysh me dal me objektin jashtë Venezuelës. Si mas generalit Kane, në këtë moment kanë shku edhe helikopterat qysh i qujkaj ex-filtrim për minzirë, ndërsa avionat e drënët i kanë dhonë në bulim pisnalti. A i tha se ka pas shumë të shtona gjatë kësoj kohë. Trump e ka konfirmu se disa Amerikan jënë plagos. Mirë për në radhën e Amerikanëve nuk ka pas viktima. Për viktimat e Venezuelës, shifrat janë të paqarta, mirë për përmenen dikun rreth 50 vromë. Në ora 3:29 të mëngjesit, forcat amerikane e kanë lënë tokën e Venezuelës që ndalën në detit hapun. Aksioni ka zgjat fiks 2 orë 28 minuta prej kur kanë hi në Venezuelë deri ku kanë dalë. Në ora 4:21 të mëngjesit Trump e ka njoftu botën në Truth Social. Me pas, Shtëpia e Bardhë ka publikuar një imazh Maduro i lidhur në sy në bordin e një anije amerikane, në bordin e një avioni amerikan. Ky operacion nuk është konë thjesht arrestimi një burr shtetase në një shtet huj. Trump edhe Amerika këtu kanë tregu dominancë edhe superioritet. Pra lufti me gabu o konë minimal. Ajo që ka ndodhë dje, është konë dekurajimi madhë për autokratet ose do sovranistat majt në përvenet ndryshme të botës. Edhe tek e funit, çfarë do menimi që mundi me pas për Trumpin, Maduro është 1 milion herë më i poshtër. Pastaj, vrejtja a ishte kjo shkelje e parimeve të Kombeve të Bashkuara për një farë lloj sovranitetit shteteve. Aha, do më thonë, qatë kartën e Kombeve të Bashkuara ka drejt me shkel veç Rusia, apo? Amerika dje e ka realizu një masterpiece në sytë krejt botës. Pra misioni ushtarak duket
se u konë i stërvitun deri në perfekcion. Pyetja që mbetet tash është, a ka me konë dhe plani politik, po ashtu masterpiece, qysh është konë aksioni ushtarak që e kanë zhvillu dje forcat elite amerikane. Sponsorët videove të mija janë, mos harrani edhe këtu, që ju i keni merak këgja si shumë, është Kafe Pavin, është Jysk Kosova, është Riga Farm, kompania kryesore farmaceutike në venin tonë, edhe është Buzhala Estate.